Të nderuar shikuesit të DTV-s, mirë se erdhët në emisionin Tradita tona. Sot jemi në një fshat të komunës së Podujevës, konkretisht në fshatin Godishnjak, ku kemi ardhur të bisedojmë me një shok temin, i cili mirret me koleksionimin e magnetofonave, kasetofonave, si dhe ruajtjen e shumë incizimeve të vjetra të rapsodëve të ndryshëm të Kosovës. Konkretisht bëhet fjalë për Lulzim Isak Xhemen, ndryshe edhe Lul Llapi. Lul, na me televizionin të falenderoj që ke gjetë kohë dhe ke pranuar me kohën pjesë e emisionit Tradita tona. Mirë se jeni ardhur Jakob, bofshi hajër. Gjithmonë e keni derën hapur, si ti mos që të kam shok, po të gjithë tjerët, faleminderit shumë për vizitë. Nëse guxojmë të drejtu me Lul se të kam në Mekë dhe Iran edhe e di që shumica shoqërisë ose me shkurtim Lul. I që shumë kanë thirrë gjithë. Kështu, mas pari di që keni udhë të mirë. Faleminderit. Sot është problem me gjetë udhë të mira, që kanë qenë edhe më herët, për shembull shkuna ta shushur me sungjera, me llamparia, me çdo sen, që ka qenë ndoshta para luftës, po them se ka pas më shumë udhë. A është vërtet me rujt mas pari si udhë? Valloj po. Është vërtet që është vështirë me rujt. Po, unë jam të eru me një farë, që thojnë me një farë gjelazije, me një farë përkushtimi me një sene, po tani problemin e kom që tash s'po kom qarë edhe një herë për erujt edhe ma shumë, se tash edhe thmija mu kanë bo maraka, vëdin? Maje mëse prish, mëse ase, mu që shedin edhe ti që baba e kalon këta, tash Jakob e din edhe të jetës është dinamike, une le rrinë Prishtinë që atje, oda këto, nuk është letë. Do të me ardhe, do të me ase, po masi është dëshira, shkort e Shqip, me ne njeri me shok, me shëshni, me asisene, vim qëto të bohmi, rrim, nojmë, ngojmë, edhe kalojmë një natë, jashtë stresit, jashtë përgjithësive të punës, edhe fillat në një javë e re. Lul përpara thëshin, filan njeri e ka marru një udhë të mirë. Thëshin po që ka bylbylin e fort, din dhe me atë një njerë që din me nejt, me prit musafirin, din me pas laf, me qenë muhabet musafirit, si me biseda ndryshme si me tana. Unë e kum një udhë Basan Isak, unë e di që e ka një njeri që e ka dosht udhën, edhe besa, edhe ajo morë me këtë profesion si këna tonë, si ti ta shiki, nëse nuk ka bëj e ki, pak trashikimi dhe ti pej Basan Isak. Çka mund të thush tash për shkak po flasim pak për Basan Isak, çush ka nisa ai, çush e mor mend ti. Pak se tash është ai në botën tjetër. Inshallah me ka bëu Allah gjithë se na që kena njoftë. Inshallah. Çfarë buri ka qenë, edhe ai ka qenë një koleksionues. Po. Për atë botën e po flas kohës tina, çush e man mend ti si prind, çush sa e ke ndihmu se ke përkron këtë punë. Po, unë e moj men se faktikisht për djemëve njëm edhe maj madhe, për vllaznive, faktikisht ju bona si kraunët ashtë maj pare, e aje edhe në Prishtinë ka pos një dhumë dame edhe i thike oda, vëdin. Tani ma vonë e boni qëta këtë, edhe unë e moj men që në ardhë shumë musafir, shumë shëshni tina ato, besa dhe shumë këngëtarë, nuk e di në atë kohën, për shembull, tash qa me majtë menën e faktikisht për viteve të 10 e kënej, gati, unë se di kush sokon për këngëtarëve, për shembull, me nejtë me asi, se tash për shembull, baba e ka posë edhe një farë punë pak ma, asë jo, ko një standard, se te ndëse nësë një mund për posë një standard, po, faktikisht, ju më rritë noda, dhe më thonë, te baba, këtu në Godishnjak ka pas plus edhe Migja, Odën Migja i madhë, është i njoftën këtë anën e Llapit Ismail Shala, te dajt, babgjyshi që ashtu Odën, dhe më thonë, s'kum pas ka me ika, jetë u kuptu ku e shku në nasi, s'ke pas ka shkan, edhe tani normal që edhe kur t'ki qef tani se kur s'ki qef vëlloj sin të heq, e qashtu, dhe më thonë, nuk konë fëminia jem, dhe më thonë, si më nasa me thonë inspire ma qysh dush, veç me ode, me musafere, me këngëtare, me qyshtu.
Po tash u bo nashta shkak që ajo par pune, që ajo oda shumë shahira që nuk këtu, nuk kom qoj për përmenë, prej Sali Ferizit, Po. Eren, tjertë. Është vërtet. Ata i përmenë si matë për shkak se na i njuhëm si mëret Po. muzikës, rapsot Kosovës e tjertë. Po. Mleqane, mos të jetë hatrit tash aty në kolegëve tjerë, se gjitha grupet, po na gjithë i përshëndesëm, sigurisht. Po tash, ajo sigurisht u bo si shkak ku ty ta ka dhënë një lloj inspirimi për më marrë tash përveç koleksionim, për më marrë edhe me muzikë dhe si këngëtar. Po. Si në rapsodi njohën tash na gjeneratat tona, edhe domat vjetra, besa ma të ri, të njohën si Lul Llopi, për shkak se e keni edhe grupin e ju, e mirë është edhe vet tash me këtë punë. Po. Qysh pa ecë puna me muzikë? Po, me të kallëzu kohën e funit, do më thonë, jena ma jo shumë aktiv. Se cilin angazhime të punëve sene, po apet po, do më thonë, jo për shambull që ma heret, mos të folime si para luftës apo den, tash pak ma asis, se këta në për punë, në për asis, be kena shumë ma zërë dhe më bo bashkë njëherë, po, jena, do më thonë, jo që e këna alonë ose diska, edhe po është e vërtetë inspirimi, do më thonë, kur eshe shumë të knue, unë me vegla jo më rriti, ku më pas vegla, që dhe baba i ka ro vegla, ka ro dhe migja, edhe të më thonë, do një që të njëse, edhe na me knue. Po sigurisht, nuk ka këngëtar të keq. Jo, se cilë në venin e vetë. Se cili ka venin e vetë, se cili ka publikun e vetë, se cili ka ata adhurust, programën e vetë, se do është një diçka e mirë që ka shumë grupe, se cili ka ato edhe me zgjedh. Po, me zgjedh edhe shumë tash. S'kona qështë i ka i plako, me shkun gjellëtore, tha shkon, tha edhe vjen kamarieri, se po bojmë laf. Po. Ha të vetat, po shka jeni. Po la, thot, na se e kema ato si tradit, mi thonë qka ka ma të gashme, e di që në gjellëtore po shkon. Ato ja po nga nuk ka, ato ki bëngulja, ja pasolja gullashe si të sene. E dhe dolla ka pasolje me meshë gullashe, pire, tona të thashën the, ti e zgjedh një diçka, qka ty të pëlqen. Zgjedhja tash është shumë e modhe, Jakub, mu e din edhe vetë, është zgjedhja për shkak kur është dan ka tilifar grupesh, tilifar këngëtori, tilifar rapsodi, do të thonë edhe për mendimin tem, tjetër është njeri çka don, ku po shën. Po është që ka këngëtar të mirë, ka këngëtar për mu janë të rritë, bëjë të avancum. E tjetër është tash njëri që ka dënë, ajo në kërë kërë bëjë Allah me dëshuk, ato për dhe më qërë vetë se ketë në tavelinja në shtë asë një cigare që kina të njëjta, se cili për bëndë diqka zisene, ose asë njëni kjerët e njëjta, dhe më dhe në gjithë kësh, asë e po, me pas ka, edhe një tjetër fenomen është, që sëd, për mendimin tem, një standard që më nëshë mërnu, më nëshë edhe për kongës sëd. Para luftës, nuk e na mujtë mërnu, veç për kongës, pa janë një mu dhe pak. Me diçka tjetër. Me diçka tjetër, a sëd, për shamull, ka se populli është shumë e pasur. Ku është dallimi, së tash, që ta gjeneratat tonë i kanë pritë ata këngëtorë ma me emën, mes grupeve që jënë konë ma heret, edhe grupeve që jënë tash. Po flasë edhe të afërsia mes grupeve, ose lidhshmëria, ose shoqëria njoni me tjetrin, s'po kuzë me thonë gjelozia, po dallimi mes aty në grupe ma të vjetra me të sodën. Unë e menoj që nashta s'ma pëlqen, po qatë e kom në një më në gjithë më në foli, a rota më në si rota më ndikojna, nuk e di, veç Jakub për para këngëtarët jënë konë ma disiplinum. Do më thonë, jena konë shumë ma disiplinum. Unë e moj men, kur shkova të babgjyshi jem, Ramet i pas shpirti, të Mustafa Dvërica, do më thonë, baba i nonës. Ajo konë shok që thojnë po bratim ma kry për kreje me Seli Bajramin. Edhe ma bënda t'i djallë, tha, ja keni thë me dalë, tha, në për populla, thash, po, edhe për me klu. Tha, nga mirë, tha që për të thëmë. Hajde. Tha, një, mu vesh mirë. Do më thonë, mu vesh mirë, kuptimin me po një paqët. Jo, a kitë, mi shumë i bleti e shatëre, po i paqët.
Pe që ropa, tha din ka pëq. Tha, kur të shkoni, tha ato, tha mirë, tha jo, tha veç, nërmje veti. Jo, tha me halk. Tha se bova ki, tha s'dini mjavë këthy, heni e sëndilni, Heni në lugë, që shtojnë heni me në lugë, që dhe në pasakic, tha edhe bab, tha në mujshe, tha kur të vje, tha funi, që shene që pi vje funi, tha i dorës mës, tha me lon, tha ngret. Një lomarak, ma Me lon marat, me shku me kongë ma të fort në fund me përfundu, dhe më thonë, ajo ko një farë këshillë te për e mirë për shambull për mu, edhe më nu me ko një disiplinu. Sët nuk janë shumë disiplinu, Jakop, me nuk nëjnë mirë, po dyqysh, janë pak ma asis edhe koha është ashtu, tash s'ka ma si ples me tirë që me shallë, me marome, me asi e që liborin, që buk që liborin, asi sene, po, do më thonë, kër e vesin antën qetën që i thojnë, tha, më ka linë, tha, një djallë, tha, t'jallon, tha, emnin e bobës, tha, t'jallon, tha, emnin e gjyshit. Tha, jo, tha, mos jale, tha, tas njoni, tha, pële emnin e kohës. Do më thonë, sot është koha, tjetër, ka ndryshu. Qështu, tash, do më thonë, ndrojnë gjeneratat, ndrojnë njerëzit, do më thonë, nuk është gjithmonë njëjtë. Lull, Po në veç edhe një kësha thonë, për shembull folklori, veç mos mu bastarizua, bëdën, mos me dal pej... jashtë arje, me mojt një vi, folklor, ta më një pasë. Pej shkurt e shqip, folklor të folklor, popullore në tjetë popullore, talava e tjetë talava, ose rak, ose qa dusht, dhe t'jesin se cilan vinë vetë, që e për mu shkon për Si zhonë, po. Me mira. Po është të një diçka për ma shamë të na se, për shamë të muzika ndryshën zhonëve që përmenet ti. Po roke, po hip-hop, që apo dy në stilit ndryshme botnore, po fatmirësisht e keme të ranë Kosovë të stile. Po është të një diçka tjetër, se folklore është një, s'di që kuptoj njerës, po është një diçka pak ma e gjonë se çdo një lloj muzike. Për shembull popi ka një stil, rocki një stil, rapi një stil. Te na për shembull folklori nuk është një stil. Është folklor, po dallojnë stilet njëri me tjetrin. Për shembull te na e dimi, në mësu valla po kënon si Drenovci, që ka pas stilin e veçantë. Po kënon si Mleqoni, që ka pas stilin e veçantë. Për shembull çaj dallimi mes aty në grupeve të hershme edhe sot. Sot më duket që është pak si ngjashme njëra me tjetrën, bashkëpunojnë, mund mu lidh njëra me tjetrën me Po kjo është vërtet se sot këtë kënojnë njëjtë. Çfarë do të ishte me thonë? Do më thonë nuk mund është me identifiku për shembull një grup që ata janë të kënu qështu, që ta tjetë po kënu qështu, sot këtë kënojnë njëjtë. Edhe këtë për kënojnë kongë të njëjtë, në atë aspektin përbashkë ta. Për marrë shembull Zahirin e Adem Jaxharin, të kënojnë këtë grupë. Njëjtë, po. E atëherë, edhe në kohë tonën e temen, apet jena dallu. Se limu ata që i përmenet i Drenovcin, e Mleqan, e Agustin, Tahir, e Shabodin. Asi, po edhe na pak jena dallu, se për shembull jena shku në vi, na jena shku në vit Biveceves, ju jeni shku në vit Drenovcit, edhe nëse jena zatet, do më thonë nuk ka pos diçka të përbashkët. Sot për shembull ti e din kur vishin që të gati 10 grupe këtë nishin njëjtë. Edhe me cilën tonë që ti më ishe me kënu. Pa problem, heshur. Po unë e kësha desh me thonë edhe një sen, që folklori që i përmenu më roke, gjezet, të na zhonërët që jenë edhe botnore, po jenë edhe të na, faktikisht, dhe më thonë, kisha thonë, edhe kombindjen, që i folklori është ABC-ja e muzikës, ose i qilësi i muzikës. Edhe, për shembull, është, që me thonë, zhonëri, amelosja, që me thonë, që është majroni. Gjithë kushës e në bënë, është një mete. Për shembull, me kënu folklor është t'i përzër. Edhe kushtet ju në konë, tash me kënu se gjithë këtë dohën, gjithë këtë sen, gjithë këtë sen, tani plus me fleqë atë. Me kënu e live, që përdo këtë atërit, me ditë shumë kongë, me plusu. A pe dilën, për shembull, këto tjerat jënë... Në më 3 ditë ka zgo, do është një, bëvena. E tash për shembull, këto tjerat jënë pak më të leta, më të asishta. Unë s'po thëmë që edhe ajo s'ko kur vlerë, zëtë mëse bo, po dhe më thonë folklori është ma ironi, për qaj që kënë folklori në besoj që mërët me t'i kënu tëna muzikat nëse aj... Kusë, për mes një rapsodit po të flasë folklor,
ti pe identifikon një familje dhe kulturën e Haj, tonë. po. Në një instrumente. Vërtet. Për me konë rapsoti du me njohë dhe instrumentin, me ditë miro. E dyta veshja, dallon prej tjerave. Për shembull ti mund me kënu muzikë që përmendën zhanre tjera, skolide veshën, çfarë veshën, hiç skolide. Për një kohë ka ndallu flok më të gjatë ose më të shkurtë, atje të sen s'ke mund të dallu kur gjë në veshje. Me gjithë syzat. Po, ose po, me ngjyrë. E tash për shembull te folklori dallon diçka tjetër. Pse ki veshjen, e ki instrumentin, edhe çka ta dallon mbrana folklorit, tham edhe stili. A, Në po, pse tani stilet, po. Stilet dallojnë. Po une për vete, po flas mas edhe vetë, shërcek edhe ti, na jem njerëz që na morëm edhe mirë edhe sot me këtë punë. E mira është e folklorit për shkak se çaj laramania mes grupeve, nëse ke doshti me ngu një grup, që cekën për shembull, let na folin kolekt, se ne dim që kem meq shumë grupe tjera, po përmerëm do çka jem konë do ma vjetën, ma mehmen, çdo herë. Për shembull që kon stili Drenusit, që në kodë Drenusit bojnë disa këngëtorë pjesë, po si stili veçantë. Që kon stili Mleçani për shembull, që është stili veçantë, që kon stili Bajrush Doda ose Agustin Uka ose Tajer Drenisa ose i Bish Broja e shumë këngëtorë tjerë për shembull, secili ka pas ka një stil veçantë. Pro kjo ka qenë ajo e mira ku njerëz kanë mujt ndoshta edhe më ushqy çka ka dosht. Apo do muzikë pak ma tegër, ma të butë, ma këngë ma të gjata, çka po di unë. Gjithkushe, popujt ose grupe tjera, po flasë, zhonre tjera, nuk e kam bash letë. Kjo është e vërtet, unë një herë, ase, do më në vtek mu me flerimin me vlonë, edhe... E përshëndesëm flerimin, më po, të dy herë kolegë. Edhe, hajde pithirëm shokët e babës, edhe i prënëm qëtë, do më thonë me ardhë këtë. Ali Krasniqi, Imer Sefa, Hashim Shala, Aziz Marina, edhe do më thonë që këta shokët e mi dë grupit. Edhe mësafir tjerë që ka pasë. Tash, do më thonë, këti kom të njëzu me ato, do më thonë, cilë knejke në stil të vetin. Do më thonë, ishtë një laramani e kongve, ishtë një hjeshi, që asë njoni s'kishin përbasht edhe ki qef me nguë. me tjetërin, cilë e rëke kishe qef me ngu, kishe qef me asi. Edhe ajo u konë qashtu, për menimin të më konë me e mirë, sëd, jo që zdojnë. Unë e qështu mendoj, po është problemi që edhe njerëzit, do më thonë dëgjues, po ta imponojnë, se për shembull pezom, tiknën si Drenovci që e përmene, edhe dikush ato ti qëtë 5 euro, 10 euro, 20 euro, edhe ta lyp një kongë të Agustinit. Do më thonë që s'përputhën ato dy fryma, përdin, aja me stili me sharki, po, Si stil dallon. Ta është këngëtorët për me konë shumë ma shumë të posën me kongë me sënë, ata po të të mësu të na kongë që cilën të lypë, po mërë të aknëj. Edhe për qëta u bu kjo, po menej. Lull, Qërceka dhe në fillim, thashtë je një koleksionues i shumë magnetofonave, që gjeneratat sot, ndoshta ju duket diçka që thot gjitha këto, tash e me USB të vogël, ishtin gjitha të muzika, gjitha të sene, po prapë se prapë nuk e ko vlerën e njëjtë. Unë e dhe djallë e më dhe kish ble një hard disk të vogël. Dhe më kalëzoj sa pare, kish ble 60 euro, vëdër. Tha që babë qëto, tha krejt, tha qa ki, tha kongë, tha ishtin ta, tha e musë lodhë. Jetë marrë veç. Edhe thojnë që ashtu kjo shumë e vërtet. Sa është e shtirë, më morë tash se qëre, dua me thonë dhe një diqka. E di që në Kosovë, në shtetin tonë, nuk ka shumë njerëz, si këna ti, që mirësh me koleksionim të lojeve, të ndryshme të magnetofona dhe të kasetofona, që edhe tash edhe shëritave në qëzim. E di që nuk kjo, nështë ta me një, në gishta, nuk di, s'na dolin 10,
se di ja dolin. Nuk e di sa dolin, veç jonë qashtu dikon edhe në menej si ti, edhe shumë është e vërteta e që po thuti, se edhe ti e din kitë punë si kërënë. Për shemull, maraklit e vjetër, faktikisht se kanë bu moshën një pjesë, veç janë të shku në tjetër botë, edhe një me nuk ka shumë. Sa është e zërshme, sa është e mundimshme, du më thonë, zër e mundim, kur gjë nuk ish në kitë dynje nëse ti e dënë. Është dëshira. Kër e nga shku me knu, Jakub të edhin që s'ka pos as autobus, as kerë, edhe me kerë me koli nga shku, veç i këna pos qef, e këna pos vullnet. Sët, as të jasën e ty ben shkofsh. Po përshkojna me kerë me klim dhe ato. Edhe kjo është ashtu, kjo 2 sene i lyp. 1 sen e lyp, për pos që e marakli, me pos një ven kuj qëtë, kuj shek, kuj asi, edhe është e mundim shumë që një aspekt e ka një farë kostët mundimit e Mirë mbojtje. Mirë mbojtje, sigurisht. Janë senet vjetra, prishen, të nejtë për prishen. A qobi, për shkak të shikuzve, ti shumë do sere për afër këto, mund si shna të regon për shamull, lëvuje të këtyne, qka dim rrëth tyne, edhe prafërsisht na i dim edhe në cilës koj i përket, nështë si prodhim, nuk është të thonë me dit me vetë, po vite 70-a, 60-a, pema shamë, se na është një diçka që i kena posën se si na për familje këtu. A qumi edhe këshim këta. Apja nisëm prej shtiman nga telefonit, të porë, se cilin po donë me na i prezentu, ma thjeshtë. Pi prezentojmë këtë ranë, ka pak. Për shamë laj. Qëfar morë kjo është taj për shamë? Kjo është grëndik, te ka 600, është i vitëv 60, ata është 60 sa, nuk e di sakt. Edhe kjo heri është qashtu, këto e kanë përdor njerëzit ma shumë për incizime, do më dhëmë për me mikrofona me sene, kër i kanë incizu këngëtarët. Do më dhëmë dallojnë, për incizime u heri ma i mirë se Grundigu. Po. Grundigu ka përmengu? Grundigu përmengu, për shamull, së gjeneratat e vjetra, këto e kanë ngu, për shamull, shumë. Do më dhëmë që edhe babë em, këto e kanë ngu, veç to e kanë ngu, këta tjertë si preke kur. Kjo do më dhëmë në konë, për kur kanë incizu, kur faktikisht ma vonë, kur janë avansu pak, se në fillime janë morë me do të vogël me loma, me lamposha, me sena, përdin? Po, ma si, do më thonë, këtë asha 66, 67, që nuk jemi sigurt. 100% edhe kjo është që ato, do më thonë, nasi. Ta shkojmë me këta, edhe kjo është të herë, po kjo është profesional, si para luftës e nësë ka posë kërkosh. Do thonë, kjo dikon është nga 80 avë. Ok, gjënot më rejtë. Po, në 78, 79, që ato dikon, kjo është Revox B klasë, e të Mercedesi met, do thonë Revox B, edhe kjo hinë në rang magnetofonat 4 kanal që profesional. Do thonë, këta nash për me knu, nash për me incizu. Do kjo posë këtë një venë. Do thonë, këta për një venë. Të nakë e në orë veç edhe vonë mas luftës, para luftës, unë nuk e di që ka posë dikush. Kjo është teatësi, 7 diçka 5-6, si jemi sigurt, do thonë, kjo është tash halem ma profesional, do thonë një ndër ma profesionale që i kamë në këto, kjo është 4 kanalsh. Do thonë 4 mikrofona, 2 instrumente, 2 mikrofona, më nëshmi lidhë me kënu se kënë studio me të. Do thonë njerëzit e kanë përdor në studio, faktikisht mas shumë ti rockerat me solo, me gitare, me sene, do thonë u përdor këtë studio, një bili kumni që hale përdorët në studio në përbot, që jo, e ka incizimin e mirë deli pasë. Që shkojnë me analogë me shto sene, unë këto në këtë farbote nuk jam farë nasi, edhe kjo i njëti Revox B, kjo është Grundig, është do me thonë, edhe këta poshtë janë këtë Grundiga, do me thonë, këtë janë këta dukon të 70-avë. Qashtu janë edhe këta Revoxa toja, se janë këtë njëjtë, edhe këta janë 74, 75,
Ky domethënë është pe grundigut më i madhi, më i miri, më profesionali, asisene, edhe ata dy soni që janë atë, domethënë krejt janë në 80 shembull janë të rrollë që ka magnetofon. Unë s'kam as i modeli. Në vërtet në Prishtinë kam një Philips, mo këta janë domethënë që ato domethënë 60 Edhe 70. A ka sot, për shembull, prodhim tyre? Kum një që po. Se në internet unë po lëmtoj që ato kum një që po 35.000 euro. Vlerë. Po 35.000 euro kish mimin. Po mirë, se ta shumica për tyre janë që qujmë në 4 kanalësh, ha? Po de? Në gjitha janë këtu. Dikush nashta nuk e kupton ato çka është e 4 kanalësh. Hajtë ta shpjegojmë publikut, çka është 4 kanalësh? 4 kanalë që tash Në shërit për shembull, e e kish që ta shpjegoj qysh e kena ditë na edhe qysh është original. 4 kanalë që është veç i kë. Domethënë 1, 2, 3, 4. 4 kanalla. 4 kanalla në gjizën, 4 kanalla kënën. Kë. Do të me pos për forcusin 4 kanalç, edhe do të me pos 4 buksa. Domethënë qysh është. Na qysh e kena ditë që është 4 kanalçi, për shembull, që pe morëm këto që jenë arrit me qësi modeli, 4 kanalla e kena bua sa opqita, që Jakub një që kjo sheret u knu 2 herë. Qysh 2 herë? E ke knu një kanal një herë, e ke knu një kanal një herë 2. Kur e ke rotullu shiritin, apet e ke pos 1 kanal, 2 kanal. Do më thonë, që kjo të rok, 4 herë o incizu. Në kaset o incizu veç 2 herë, në këto o incizu 4 herë. Po. Ta shumë për shembull, unë që kom bu incizime që kom kupju, i incizoj tash veç sterë, dhe nuk i incizoj në kanola, po për pare në incizu për shembull trokët e bobës ketë janë në 4 kanola. Mi tash për veti lëll, puna e shiritit, se sigurisht edhe kjo e ka një qëndrueshmëri. Po. Edhe këta e kanë një firmë ose në cilë është ma i qëndrueshme, se kjo përbohet prej një lloj materiali për shembull që do kanë qëndrueshmëri ma tepër, do ma pak. Është e vërtet. Cilë është ma i mirë ose cilë e ka... Në internet që e kum po dikën ka 50 vjetë, do më shkruan që ka qëndrueshmëri, për shembull këto që e kam në ketë janë për mi 50 vjetash, po nëse e mon mirë, se rrug vloga, se rrug edhin, jakështia sene, faktikisht muru mirë që ndërën edhe ma shumë, se ko që janë edhe ma shumë. Po, tash, Makseli, Si firmë, si Maksel. firmë, Krom dioksid, jënë konë do krom po dhe dioksid. ato tash janë në tëna, për shumë, ki të bofësit e ki ampekse, ki ko të sënit qerite, ko të revuksit qerite, që e kanë bu për shumë dhe makdonin edhe shiritin. Po diqka Makseli duke që është pak ma Ma i qëndrueshëm. ma haj, ma si sënë, edhe normal kanë e kushtoj. A vret në qëzim? Kram, po vrehet. E qa kom një me për marrë shamë, tash unë me ndëgjume, kom se të mirësh me këtë punë, unë nuk mira me koleksion. Po. Po për marrë shamë, edhe të koka e magnetofonit, për marrë shamë, a është e vërtet që ja, me thonë ma popullosh, ja shtjerë ma shpejt. Po, këtina po. Këti modeli. Shiriti ja shtjerë, ja hanë kryt, edhe këty në grundi ka poshtë po. Revoksit, s'ka shonës. Ati i sënit, a e ko mu kristal, a e ko gjëmë. Do më nuk mërë. S'ka shonës aty, në shfarë dur edhe s'ka. E për para... Apo, këty një hargjohet, se ka një material të but, edhe, do më thonë, e hargjohet, kër të përnën shumë, po hargjohet. A e kije magnetofonin ose kasetofonin ma të parin, që e manë men të ose ma i vjeti juti. Po, do më thonë... Që e manë men të, që është nashta ma i vjetër për tyne, ti që ke pos, jo veti prodhimin, po kështu ti që ke pos. Për i bobës... Në më thonë, qaj është ma i vjetër për gjithë që ki këta? Po. Që ke pos në ti në familje tonë? Po dhe që kë, me sta, do më thonë, jëmë rritë. Kjo është magnetofon, në formën e ka si kasetofon kështu, po... Do më thonë është me trokat vogla,
edhe ka pas edhe radian. Edhe kjo me shiret, domethënë. Po, me shiret. Edhe do më thonë, që kjo është që unë jam rrit me të, edhe kun edhe një tjetër, ato se kena mu, a këta tjertë janë që i kun bo unë faktikisht. Okay. Edhe kjo, do më thonë, është që baba e ka bo. Do më thonë, që i ka blej. Këta tjertë janë unë që i kum ase. Vëll pisho do, po thëmë troka. A, kur unë e kum njës mi mledh, ma në të fundin e parë që e kum po nuk e kom këtë. Sa ato pas parë e kum marë seften minhen në Gjermani, ato se kom këtë, ato e kom Prishtinë. Dhe më thonë tani peqa tina ja kum njës me të bu, me mledh, edhe faktikisht me troka, me shtu ketë që pishe që të, me video kaseta, keti kum inqizu vetë, me kamerë VHS. Unë i pishojnë do, po i thomë, me kërë thonë troka për para, styre, shritave. Domat moja, domat vogla, po për marrë shemull një kanal. Njëherë një ndigjume për flasë të e për te i shritit. So parafërsisht më me zgjatë. Ta marrë shemull, varsisht për metra, sigurisht që në këtu, po për shemull këtë mesatarët, so janë këtu. Një ore gjysë është një formë mesatarje, një kalume. Po një kalume. Tash nëse logaritëm që shë the ati, 4 herë kalume 6 orë, do më në qajo. Po. Shumë. Ka dhe ma shumë. Ka dhe ma shumë. Se në konta është për shumë 1100 metra që i thojnë. Po. Të kjo është me metër. Po këtë për shumë me metër. Në shumë bisin e kam do 540. A jenë funksional? Po. Gjithë? Po. Gjithë i kam funksional. Edhe kur kam probleme me to i qojtë e mirë, që riri parej. Që për shumë kja, që kjo generat që të, edhe këta s'ka nasë rri pas këtë veç me motorra. Ta s'din më prish? Ja, kur s'din më prish kjo, veç me bo rri ma me djeg. Kjo më prish s'den. E nuk, po më prish po. Pisho poshtë, do ta... Këtu kom dek, CD, kom mini disk, aj deku shemull me 2 kaseta atë, me kopju njëherë pe kasetës në kaset. Po ma shpejt. Po, këta e kulajzerat pak që kryen, ke shritet vjetra mi regullu pak zonin me... Me adhon ka pak në basa, nëj... Me adhon e njërë. Në trimbel, nëj... Me adhon e njërë, nëj diçka. Po... O, shto. Kaseta, shirita, boll, po vreja, i paske të rëndisë, kejtë mirë. Cilin e ki ma të vjetrin? Ose që e kalon basaj sakë. E i kom Prishtinë ato. Po, do më në shpirë, s'ko li ki në një që është, i cilit viti për ketaj për shamë, ose për i cilit grupë. Tash, për shamull, që të që e komune që e kom bu kopje, do më që e kom ase, që të janë Salije Ferize, në 74, që kanë knu, kër e ka marru baba shpinë në Prishtinë, i ka pas në darkë. Do më në shpit ju. Po. Kom një inqizim dikën 67 në ashta, si më fërti sigur, veç ato dikën. Edhe kom pas shofereze Aledu, është fjalla baba që i ka inqizu, dikën 80 që ato diçka, veç për shamull, hashe me ta herë kam 79 që kanë knu që të në Godishnjak. Kam kështu ka një kong, ka 2 kong të rosë, të jo nërë me netë. Po të sigurisht e ke marrë dhe për tjerëve, ke grumbullu se të tjerë. Për ndeshta me thonë atë, që shëse ke te edhe inqizimet ma të vjetra që në botë të ti, ose të basaj sakë, në krasë të familjet ju. Në mund keni dhe ato i rujnë. Pse është një... Këmë të babë gjyshin ma zget nodë ato, do thonë që në botë inqizime të aj, është fjolla Salije Ferize, Drenovci. Kam Alin, veç vetë që ka knu, do më thonë, para 80, do më thonë, mati. Po në kom të një qenë, së një kom zonë Aline këta dhe vetë, kom që të plotën e inqizime që kom bu me cenën mesh me asë moshës njën të në krejt, po për këtat vjetret, e trokat e bobës faktikisht, i kom atje. Nëse nuk gaboj, se kom posë dhe vetë një cenën mesh, nëse nuk gaboj, viti prodhimit i pori ka qenë 79. Ndo këtë 70, i mromi? I pori. I pori më do këtë 77, na 7 si më sigur të thë, veç më do këtë 77. Se këto jenë
3 modele ose 3 seri, do më thonë që kë, i zi krejt, edhe i bëj kaft. Si ma krem pak, ma si... Po. Do më thonë a i kafti është 79, a që a i 79 unë e kom post kaftin, unë e kom post kaftin, 79 që di... A i zi më do këtë 77. Po që ato nga të është na... Po ta bëni pyetjet është pak ma provokative. Pse është për ma shamë të... Nëse më thonë të ajo marakliet, si ju. Po. Nuk guzemesh me përdorat fjallin që është dhënë këta të tritë. Po pe kupton. Më thonë si marakli, ju koleksionus, për shamë, këtyne. Pse keni pak marak shumë, mos mi shkep jo fort inqizimet, je peruj s'pe ja për këti, s'pe ja për atje, peruj për vete. Mu lidu veç. Me mu lidu. A është ma mirë me dojnë popull. Po ma mirë është me djekov gjysë është ma mirë. Po, kur ke lofi më herët që atje që ke i qësoj gjelëzi sa vëdel, është që tu problemi krejt. Edhe ta është për shamull, kur të vinë që të, ajtë shana diçka që s'kena ni, ti do të me pos diçka që mi javë që... Unë e kam që do, Unë e kam që do. Ti se ki që do. Se gjithë kë masraf këtë që bëtë këtë pak edhe për... Që kjo seri, për dorë seri. E që të është hej, që të është për e probleme, se po, ma mirë muni se mësë muni. A më i në mengu është një vesh pak, ta shumë qështë. Ta është probleme, Jakub është për shamull që ti në cizim, shamull dhe më të morë se ko kërkosh. Po qërë më mizët. Që ka dalë apëshe se cili emision e kodhe një minutosh të caktume të so mëna me pos një apsirë për me bo ma betë se në këtë. Qka kini mesazh për gjeneratat e reja, për shamë, rrëth muzikës, rrëth folklor, rrëth kësoj punë që ke botit? Po, mesazhi jam i thjesht, me ru, me desht. Tisa me thonë me praktiku ti për dit, po bili me ru. Për zonë, talen boba një magnetofon, ose një trok një asi, mos e merë me gju, po ledi ko një skej, që atë se edhe e ko një vlerë, e ko një kultur, e ko një historin veti. Se për shamull na qa fëllëm, unë e fulla për shamull për një bovaki 60 vjeta, nashta dhe ma shumë. Një gjenerat. Deri që të, e tash mos mi paru, unë e tash për shamull ato ishin shku me babën e me dajen e me ase, dhe më thonë nuk ishin përmen, po ne i kumru që të, më në miru deri në fund, e tash pas mirë, nuk e di qështë do të cilët, po nuk e letë, as nuk është e asisene, po, paromi, sot mujna po. Lullu, unë falenderoj në emën televizionit dhe në emën ten personal, që Mire sa për juve. Mas për ke pranu me kom pjesë emisionit, që thamë e më herët, edhe për gjithë këtu që ka i thamë, rrëth muzikës, folklorit, rrëth odës, rrëth inqizimeve, rrëth koleksionimit, mërët e punave, rrëth shumë sene tjera që sigurisht dikuna i hin punë, sigurisht që dikush e merë këto si mesazh pozitiv për shkak se nëse na nuk e rujmë traditën, muzikën, folklorin e pasër tumë, burimor, atërë nuk e di edhe pse ekzistojmë si shtetë, si popull. Ç'to është problemi? Se çdo një popull njihet përmes muzikës, traditës, kulturës, odës, mohabetit e çdo sen është ngodër sosët një folklorit, edhe në çdo thotë që mu kthy dhe rinia non stop më me këtë punë, po s'po, po t'i ruajmë çato që kemi. Mi rujtë, në veç po thonë mi rujtë.
Se për shembull, që ke lofi, çdo sen është i kushtuar shumë në këtë jetë. Po do këtë edhe që thojnë, no veç ojrë pa pore, po edhe ojrë me pore. Po është problemi që për shembull, unë e këto këtë ven edhe këtë që të farë qashtë që të e ruj. E moj, mu më kushtën. Me kuhe, me gjithë shka. Me mbojtë të tamë. Po, unë e peruj. Pse, në funit, kam një tradit temën. Ka një histori. Kam një histori. Di ka kom prej ordin, ka jo moj. Unë edhe së muj me konë angleza si sene, po du më pi që të ujtë që shtu, ti shko ka dush, ti shko në mojet mëjsh. Po, mës me hupt paren, shkër të shqip, mës me hupt paren. Shumë e përmen, se historia rujt përmes odës, përmes kongës, mos i harrojmë senet e vjeta, sepse na e kemi tradit, është tradit e jone. Unë e lull edhe herë, të falenderojmë, edhe besoj që s'do tjetë emisioni fundit, besoj që në herë kena më të bu bashkë, me kopët me vejra, mos më morë pa vejra në otë, me net. Jam merititua. Ose ma unë të me jetë, nuk ka problem, me që qesëm të zënë, sa mëjnë e sa dina, Kësmet. kujna i pëlqen, langon kujna si pëlqen, e tash u bolet, me këto ka 12 e nolin krejt. Po, derën qeli ki, kur dush, na më dhejna shoka, edhe për shumë edhe televizionet tjerë, pa pik problemi, ose kusht ko qef, edhe dikur që ko qef, a bëm bre morë mi po, unë ja qili dirën në zhëllit i E shef. di se ke odu konë gjithë dhe opën për A vëden, se jo për shesnije, për njerëzit dashamirë që jënë konë të familjes e të shpisë tonë, gjithë. Atëherë, shikur se televizionit DTV, une edhe herë e falenderoj Lulin për gjitha këto që edhe tha të i tash, ishëm pranë Godish Njok, komunë Podjevës, është një emision që besoj se ka me pëlqyje edhe të rritë, edhe ata gjenata ma vjetër të cilët i mojnë men gjithë ata kush ka posë si loj muzikë, kush ka ngukë si loj muzike, kush ka posë si loj pajisje po flasë mangët e puna. Pro nga unë, ju dëshërë një ditë të marë, një javë të mirë, ta keni shëndetin dhe miru pafshëm në emisionet tjera të rallës.